Përshëndetje, unë jam doktoresh Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Në fakt, sot dua t'ju flas për analizën e mineralogramës apo një panel të detajuar të dozimit të metaleve të rënda, të cilat janë toksike për organizmin, dhe mineraleve esenciale, të cilat kanë shumë rëndësi për organizmin, për të gjithë ndërhyrjen dhe rëndësinë që kanë ato në metabolizëm, por edhe për kapacitetin detoksikues, pra pastrues që kanë në organizëm. Dhe ne mineralet esenciale i marrim nga dieta jonë ushqimore, pra nga dieta e shëndetshme, dieta mesdhetare, ndërsa metalet e rënda, të cilat nuk duam që t'i marrim në rrugë ambientale, pra nga kontaminimi i ambientit, nga uji, por edhe nga ushqimet e procesuara. Pyetja e shumë prindërve ose edhe në disa raste kur drejtohen të bëjnë analizën e mineralogramës është: a i marrim ne metalet e rënda nga vaksinat? Gjithsesi, metalet që merren nga vaksinat nuk ka metale, mund të ketë nivele shumë të ulta të aluminit, të cilat eliminohen shumë shpejt nga organizmi, por shkaku kryesor i akumulimit të metaleve të rënda në organizëm është padyshim ndotja ambientale, uji, ushqimet e procesuara. Pra këto janë rrugët kryesore. Marrja nëpërmjet vaksinave nuk është rruga kryesore apo frika e prindërve, sepse janë pikërisht vaksinat shkaktarët e metaleve të rënda. Gjithsesi, kjo analizë përdoret dhe jepet kryesisht sot për të parë gjithë të panoramën që unë thash, nga neuropediatrit në rastin e problematikave të neurozhvillimit, dhe testimet mund të bëhen në gjak, në urinë dhe në inde. Vlerat e akumuluara janë ato që depozitohen në inde, sasia që qarkullon në gjak apo ajo eliminuar në urinë. Kjo analizë është e rëndësishme dhe kërkohet nga neuropediatrit që merren me problematikat e neurozhvillimit, por nuk është vetëm për këto raste, është për të gjitha rastet ku ne duham të dimë dhe të minimizojmë inflamacionin që mund na vi nga metalet e rënda në organet që unë thash më sipër. Marrja nga indet është kryesisht merret nga flokët dhe nga thonjt në disa raste, janë shumë të thjeshta për të shkëputur nga trupi, dhe vlerat që dalin me një raport të detajuar të nivelit të metaleve dhe të mineraleve esenciale. Gjithmonë pas një rezultati të tillë kemi deficienca, pra ulje të mineraleve esenciale apo nivele të larta të metaleve të rënda, të cilat janë toksike. Terapitë që përdoren janë terapitë me minerale esenciale, quhen terapi kelante, po janë në fakt terapi zëvendësuese së pari të mineraleve, që ato të shkojnë në nivelin e tyre optimal, dhe duke shkuar në nivelin optimal, kryejnë funksionet e veta metabolike, por edhe pastruese, pra detoksikuese të organizmit, duke lidhur metalet e rënda dhe duke i eliminuar ato me urinë dhe me feqe. Është një ekzaminim i thjeshtë, por që na jep shumë informacione të qëndrueshme, dhe terapia që merret çon pikërisht në këto dy zëvendësimet që unë thash, pra zëvendësimin e mineraleve esenciale dhe ndihmon në eliminimin e metaleve të rënda. Nuk është analizë që vendos diagnozë apo prognozë për probleme të caktuara të neurozhvillimit, por nëse ne kemi të dyja këto problematika, terapia me minerale përpiqet dhe në shumicën e rasteve arrin që të rregullojë këto disekuilibra, pra uljen e mineraleve esenciale apo rritjen e metaleve të rënda nëse ne kemi të pranishëm. Kryhet në të gjitha moshat, që nga fëmijët e vegjël që unë thash, dhe prandaj u fokusova më tepër aty, por edhe në problematika kur kemi problematika të imunitetit, persona që kanë jetuar në zona me një kontaminim të theksuar të ajrit dhe kanë një reflektim në një imunitet të ulët, apo me problematika dhe me një inflamacion të theksuar në organe të ndryshme, padyshim janë personat në të cilat kryhet ky ekzaminim. Është një ekzaminim i thjeshtë dhe kryhet çdo ditë në klinikën Fit Health.